Ti quajnë të reja. Duke marrë parasysh shkencat politike. Mu më ta them këtë gjë, e kam bindje, Gjoj, nuk jam duke të... Ata njerëz nuk do të votojnë as njërin as tjetrin. Çështja është që do duhet të votojnë për interesin e tyre, se ky vend është i atyre para se të jetë i joni, dhe do duhet bëjnë këtë lloj ndarje në mënyrë që ata të mos fitojnë në mënyrë parazitare që ato mollët e kalbura që ofron Rama apo Berisha të jenë të vetmet nesër të vazhdojnë historinë e pazareve. Okej, tani logjika që po them unë, ka një mit madh për shembull në Shtetet Bashkuara sikur ka vetëm 2 parti. Kjo nuk është as pak e vërtet, në Shtetet Bashkuara ka shumë parti. Është pikërisht ky pragmatizmi matematikor i njerëzve me pikpamje të ngjashme, por jo të njëjta që të votojnë partinë klasike, dhe kjo traditë ruhet prej gati 240 vjetësh me një prej partive që nuk ka ekzistuar që në fillim. Në këtë drejtim unë besoj se një pjesë e elektoratit për shkak të paaftësisë suaj, jo në term fyes, por në pamundësisë për të arritur një koalicion të përbashkët, mund të priret nga pragmatizmi matematikor. Kjo është ajo e gjitha që po them. Në rast se arrini të konkretizoni, juve dhe ju duhen rezultate klinike në qarqe, pra që të mos dëmtoni 9.000 vota kot, 8.000 vota kot. E kuptoj, kjo është... A mund të shpjegojmë këtë se jam edhe në kompetencë time këtu si pedagog i shkencave politike. Tashti, pragmatizëm matematikor mund të vlejë në SBA kur ka 2 opsione. Jo, s'ka 2 opsione, ka më shumë, ka libertarianët të gjelbrit, Po pse keni këtë zakon? liberalët. Po pse, po merr, jepi një letër të më shënime. Shpresh unë këtë thash një se është një mit që nuk ka 2 parti aty. Kur të mbaroj Gjoj, më jep një hapësirën të përgjigjem. E kam mundësi ta mbaroj një fjalë nga fillimi në fund. Faleminderit. Se dua dhe ta pres në fund ta përdor rrjetet mia sociale. Është si mendon dhe ti për klikime më shumë se sa ne? Mendoj për komunikim, pikërisht. Okej. Rrofsh Gjoj. Tani, pragmatizmi matematikor vlen në SBA apo në Britani që kanë sistem 2 partijak. Dhe atje kanë partitë të tjera, por thelbi është fiton njëra palë o pala tjetër. Unë nuk mendoj që ka shqiptar me 2 paramend kokë që mendojnë që Sali Berisha me mënyrën si po luan, me faktin që ka është në krye të partisë, me atë listë ka dalë, po garon për të bërë kryeministër. Nuk mendoj, do të kesh lajthit. Pra, qartazi këtu matematikisht nuk jemi në kushte të barabarta. Pra, Sali Berisha nuk po garon. Pra nuk është se ka shanse reale që të fitojë o Berisha o Rama dhe po shikojmë. Thelbi është, a ke mundësi sa zbresim Rama ke 69 mandate? Dhe ke 69 mandate nuk e zbret dot Sali Berisha. Më vjen keq, por nuk e zbret dot as matematikisht, as të politikisht, as nga pamje sociale, as nga pamje kulturore, hiç fare. Këtu mund ta zbresin vetëm pjesëmarrja masive në zgjedhje. Dhe Sali Berisha e konsolidon Ramën. Shkon del Sali Berisha, me njëherë njerëz në listë shpunat po shkoj fare në shtëpi ose po shkoj të votoj për palë përballë kundër këtij. Duke pas oferta të reja politike, ne sjellim më shumë njerëz në zgjedhje. Duke sjellë më shumë njerëz në zgjedhje, ato 700.000 vota që Rama i gjen me 1.000 format e veta, kanë më pak peshë, sepse janë 700.000 nga 1.900.000. Në qoftë se marrin pjesë 1.500.000, ajo 700.000 që aty është mjaftueshëm për qeverisur. Tani, në lidhje me paaftësinë tonë për të kryer koalicion. Nuk është e vërtetë. Paaftësia e madhe është. Ne kemi 2 koalicione. Pra, ka një koalicion që është i subjekteve që janë qartazi të Partisë Demokratike, pra e këtij elektorati, që është koalicioni që përfaqëson zoti Ali Beja këtu, janë disa parti që janë nuk është ashtu. Të djathas për zhvillim, të cilët janë bashkuar, janë një grupim partish. Ke një koalicion tjetër të subjekteve të reja që vinë nga aktivistë, që është Nisma Shqipëria Bët, që jemi disa grupime të reja. Pra, 3 grupime si disa. Ne jemi mbledhur dhe kemi krijuar paktën 2 koalicione. Kështu që nuk është e vërtet. Pra, kemi 2 koalicione që janë formuar. A ka aktorë që dalin veç e veç? Ka. Tani me zorë, si marim do të, nuk kemi tani nga këta që mos përmëndem. Nuk kemi nga këta që nxjerrin dosjet e sigurimit të shtetit dhe kërcënojnë aktorët që hajde këtu i ka tjerë. Konkretisht me zotin Ali Beja pse nuk bashkëpunuat. Keni që në negociata ndonë se tashmë rrugët janë në drejtimin e tyre? Po. Ne jemi përpjekur që të krijojmë koalicion sa më të gjerë brenda profilit. Personalisht unë jam i besimit që të gjithë ato që nuk janë mollë të kalbura do duhet bëshin në një front përbashkët. Por padyshim, kur jemi 2, jemi 2 mendje. Kur jemi 10, jemi 10 mendje.